është mirë që fëmijët në këto ditët e festave t'i gëzojmë. Po. Pse jo edhe me një shumë të pareve, ose me një dhurat, ose me shpërndarje të dhuratave në faltoret e xhamit e ndryshme, të bëhen donacione për shpërndarje në ndihmave ose të dhuratave të fëmijëve në veçanti. Sepse na e dim që fëmija që ato ditë i marrë men. Edhe të pareve që ja jap, edhe të asaj dhurate që ja jap ditën e Bajramit. Tash janë lehtësue ndoshta çështjet, po prapë se prapë është praktike mirë, nuk ka kur vandalese. Përkundrazi, pejgamberi alayhis salam ka thënë dhuroni që duheni ma shumë, jepni dhurata që duheni ma shumë. Dhe kjo vlen jo vetëm për fëmijët në ditën e Bajramit, po çdo ditë. E ke pas që kur t'ja japsh një dhuratë dikuj, edhe lidhja krijohet më e madhe dhe më e mirë dhe